Zëvendës kryeministri Belinda Balluku do të drejtojë fushatën e socialistëve për zgjedhjen e pasuesit të Erion Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës. Në këtë betejë elektorale, të majtot shkojnë me kandidaturën e Ogerta Manastirliut për kryebashkiak të Tiranës dhe tashmë pritet që Balluku të fillojë organizimin e strukturave në çdo njësi administrative në kryeqytet për të rritur mbështetjen ndaj Manastirliut. Një ditë pasi Këshilli Bashkiak i Tiranës vendosi me 50 vota pro të propozojë shkarkimin e Veliajt nga Këshilli i Ministrave, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mblodhi ministrat dhe deputetët e majtë në Tiranë, të cilët i udhëzoi të fillojnë punën për zgjedhjet e pjesshme lokale në kryeqytet. Rama i cilësoi Ogerta Manastirliun si një figurë e cila ka siguruar menjëherë mbështetje në radhët e Partisë Socialiste, ndërkohë që të majtët kanë kryer edhe anketime qoftë për kandidaturën e saj, po ashtu edhe për problematikat që kanë banorët e kryeqytetit, ofrimi i rrugëzgjidhjeve për probleme të tilla si uji i pijshëm, fasha orare furnizimit me ujë, ndërtimet pa leje, mungesa e shkollave dhe kopshteve, pritet të jetë kryefjala e fushatës elektorale që do të bëhet për të siguruar mbështetje për Ogerta Manastirliun.